Ky mashtimi fillon nëpër këto aplikacionet e takimeve me persona të tjerë, me dating apps, domethënë. Dhe që në krye të herës mundohen të krijojnë një raport mashtruesat me viktimën. Dhe pastaj tentojnë ta kalojnë në komunikime të tjera, mesazhe në WhatsApp edhe në video. Gjithmonë tentativat janë dy, ose për të marrë akses në telefon dhe për të mbledhur sa më shumë informacione në mënyrë që pastaj të shantazhohet personi viktima, ose duke i kërkuar të dhënat të kartave të kreditit apo të llogarive bankare, që është pastaj akoma më e rrezikshme sepse nëse i jep keqbërësit kanë mundësi që të shpenzojnë edhe të bëjnë goxha dëme financiare. E treta pastaj është një model që këta e kanë përdorur thjesht për mashtrim të drejtë për drejtë, të tipit që krijon një raport deri diku me personin tjetër, një raport edhe më intim, le të themi, dhe pastaj fillojnë i kërkojnë pagesa të ndryshme, pra ti mund mos ta kesh takuar kurrë atë personin, po imagjinon në një person për cilin ke filluar të krijosh një farë ku di unë, simpatia apo njohje online, dhe ai të kërkon që shikoj se duhet patjetër të më dërgosh një shumë parash sepse ashtu është një problem familjar dhe unë kam shumë nevojshme që ti të ndihmosh. Qartë.